Mirë mbrëma, mirë se erdhët. E di e kam harruar të pjesën e unë jam Ige Naneli, por ju shihni për herë të parë këtu. Më duket sikur tashmë jemi familiarizuar mjaftueshëm sa për ta shmangur këtë pjesën. Shpresoj që keni pasur një ditë të këndshme, edhe unë do t'ju jap dy histori në të cilat Neville Goddard tregon se si fuqia e vetdijes përmes ligjit të prezumimit ka arritur që të krijojë rastin më të suksesshëm, pra përfundimin më të suksesshëm për gjërat që njerëzit kanë dashur. Edhe mua më pëlqen shumë një shprehje që thotë: nëse ke ndërmend të hamendësosh gjatë gjithë kohës për përfundimin e situatave, ashtu siç hamendëson që kjo gjëja mund të shkojë keq, kjo gjëja mund të bëhet skandal ose nuk e di, përpiqu ose ndalo një moment edhe thjesht imagjino më të mirën. Ashtu siç prezumon gjatë gjithë kohës, do bëhen vonë, kjo, po sikur edhe mendon gjithmonë më të keqen. Ndalo një moment edhe thuaj, oh wow, jam në kohë. Jam e sigurt që arrin kohë. Vonë, sipas përllogaritjeve të përditshme, unë mundem të jem vonë, por jam e sigurt që sot do ndodh një mrekulli dhe do arrin kohë. Kjo është një mënyrë për ta nisur. Nise me këtë. Nise me, e di që kjo pjesa është ajo që ndoshta ju pengon më shumë nga gjitha të tjerat. Që aty niste, jam vonë, dhe mbas vonesës, do më përtas shefi, do shkoj me vonesë atje, do bëhet kjo, fillojnë gjitha obobot me radhë. Por ndaloj një moment dhe thuaj, një mrekulli të ndodh, do arrin kohë. Edhe askush s'do ketë pse të më përtas. Do bëj punën time në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse unë arrin në kohë, sepse dëshirat e mia plotësohen, sepse jam e bekuar nga Zoti. Niseni thjesht me këtë mënyrë mendimi. Ndryshimi ndodh ngadalë. Është njësoj sikur ti je një pjesë e mirë e njerëzve janë shofer. Jo rasti im. Unë nuk e kam marrë ende patentën, por një pjesë e mirë e shoferëve, e njerëzve, pra janë shoferë, din të drejtojnë makinën. Dhe një nga mënyrat më të mira për ta treguar këtë se si ndodh ndryshimi është njësoj si ti je duke kthyer makinën në një vend ku ti duhet të ke shkuar deri një farë pike, duhet të kthesh makinën, të futur irin diku, pastaj duhet të bësh reverse edhe të kthehesh, pra të marrësh një drejtim të kundërt. Kështu ndodh edhe me jetën. Do fillosh të presësh timonin avash avash, do marrësh ktesën e parë, do bësh ndoshta një hap prapa, do marrësh edhe një herë pak para, do bësh edhe një herë pak mbrapa, do bësh edhe një herë pak para derisa të dalësh, të thalësh në rrugën tënde. Ta ndryshosh 180 gradë, mund të jesh duke shkuar në një drejtim dhe thua nuk dua më të shkoj në këtë drejtim, dua të shkoj nga drejtimi tjetër, sepse vetëm nga ky drejtimi tjetër e di që mundem të arrij aty ku dua, destinacionin që dua. Edhe ky ndryshimi nuk ndodh që ditën e parë, nuk ndodh me një herë. Pra ti nuk është se e merr makinën edhe thjesht çik e ndryshon. Nuk ndodh. Pra je në mes rrugës, ti nuk është se thjesht ndryshon, delte sedilja në fund edhe pret që makinat niset nga ana tjetër. Nuk ndodh kështu. Duhet patjetër të fillosh të bësh gjithë këto hapat e vegjël që të bësh atë ndryshimin. Edhe janë këto hapat e vegjël që mund të bëni për ta ndryshuar jetën. Rasti i tretë, unë kam lexuar 2 rastet e para, edhe rasti i tretë është ky. Ky është një tregim i një rezultati shumë të papritur të një interviste me një zonjë që erdhi të këshillohej me mua, thot Neville Goddard. Një pasdite, një gjyshe e re, biznesmene në New York, erdhi të më takonte. Gjyshe e re si duket fëmia i fëmijës së saj sapo ka lindur. Ajo e solli me vete nipin e saj 9 vjeçar. Okej, pas ka qenë 9 vjeç. I cili po e vizitonte nga shtëpia e tij në Pensilvani. Janë shtetet në Amerikë. Në përgjigje të pyetjeve të saj,
e shpjegova ligjin e supozimit, duke e përshkruar në detaj procedurën që duhet të ndiqte për arritjen e një objektivi. Djali uli qetë, me sa duket, i zhytur në një lojë të vetën me një kamion të vogël lodër. Ndërsa unë i shpjegova gjyshes mënyrën e supozimit të gjendjes së ndërgjegjes që do të ishte e saj, po të ishte përmbushur tashmë meraku i saj. Më pëlqen se si njerëzit, pavarësisht se mund të ketë qenë 50 vjeç ose 60, me njipin 9 vjeçar, ka dashur të ndryshojë jetën e saj. Asnjëherë nuk është vonë, asnjëherë nuk është as mjaftueshëm herët ose jam shumë e vogël për të menduar për këto gjëra. Je gjithmonë në kohën e duhur për ta bërë jetën tënde të mrekullueshme. Ja tregova asaj tregimin e ushtarit në kamp, i cili çdo natë binte në gjumë duke imagjinuar veten të ishte në shtratin e tij në shtëpinë e tij. Kur djali dhe gjyshja po largoheshin, ai më ngriti syt me shumë emocion dhe më tha: "Unë e di se çfarë dua. Dhe tani di se si ta arri." Ose e mrekullueshme që nga kjo është 9 vjeç, është vetëm 9 vjeç edhe i habitur e pyeta se çfarë donte. Ai më tha se donte përzemërsisht një qenush. Për këtë, gjyshja protestoi fuqishëm, duke i thënë djalit se ja kishte bërë të qartë në mënyrë të përsëritur se ai nuk mund të kishte një qen në asnjë rrethan, se babai dhe nëna e tij nuk do ta lejonin atë, se djali ishte shumë i vogël për të kujdesur për të siç duhet, dhe për më tepër, babai kishte një neveri të thellë për qent. Ai në fakt e urrente ta kishte një të tillë pranë. Një pengesë shumë e madhe kjo. Në fakt për shumë fëmijë që duan një kafshë shtëpiake. Shoqëruese, të gjitha këto ishin argumente që djali, i cili kishte merak me pasionin që ta kishte një qen, nuk pranoi t'i kuptonte. E më pëlqen ndonjëherë kjo kokëfortësia e një fëmije, ose deri disa mund ta quajnë naiviteti një fëmije. Sepse thot, ato që nuk e pëlqen thjesht nuk dua ta pranoj, nuk më pëlqen që ta pranoj, nuk më pëlqen që ta kuptoj. Tani e di se çfarë do bëj, tha ai. Çdo natë, gjërsa shkoj për të fjetur, do të pretendoj se kam një qen dhe po shkojmë për shëtitje. Jo, i tha gjyshja. Këtë nuk po e thot zoti Neville. Kjo nuk ishte për ty. Nuk mund të kesh një qen. Për afërsisht 6 javë më vonë, gjyshja ma tregoi atë për të Gjyshja ma tregoi atë që për të ishte një tregim mahnitës. Meraku i djalit për të pasur qen ishte aq i fortë sa i kishte përvetësuar gjithçka që i kisha thënë gjyshes se si ta arrinte merakun e vet. Dhe ai besonte në mënyrë implicite se më në fund e dinte se si t'ja bënte për të marrë një qen. Duke vënë në jetë këtë besim, për shumë net, djali e imagjinonte një qen të shtrirë në shtratin e tij, pranë tij. Në imagjinat e përkëdhelte qenin, duke ja ndjerë në fakt leshin. Mendjen ja mbushën gjëra të tilla si loja me qenin dhe nxjerrja për shëtitje. Brenda pak javësh ndodhi. Një gazet në qytetin ku jetonte djali organizoi një program të veçantë në lidhje me javën e mirësisë ndaj kafshëve. Të gjithë nxënësit e shkollës ju kërkua të shkruanin një ese për temën "Pse do doja të kisha një qen". Pasi u dorëzuan dhe u vlerësuan aplikimet nga të gjitha shkollat, u shpall fituesi i konkursit. Është momenti kur ti fillon merr kthesën, pra. Me thënë, ti fillon ke bërë hapat e tu të parë, imagjinata, vizualizimi, eseja e shkruar, fillon kthehen makina deri në atë moment. Dhe kur ti shpallesh fituesi i konkursit, e di që je kthyer edhe pak fare dhe je kthyer në rrugën e duhur. I njëjti djalë që disa javë më parë në apartamentin tim në New York më kishte thënë tani e di si t'ja bëj për ta marrë një qen, ishte fituesi. Në një ceremoni madhështore që u publikua me tregim dhe foto në gazet, djalit ju dha një qenush
i bukur i racës Koli. Nuk e di se si janë këta qend, por jam e sigurt që ka qenë shumë i bukur. Duke e treguar këtë tregim, gjyshja më tha se nëse djalit do t'ja jepnin parat për ta blerë një qen, prindrit do të kishin refuzuar ta bënin këtë. E do ta përdornin për ta blerë një afatizim financiar për djalin, pra do t'i blinin një do t'i hidhin parat në bank ose do të bënin diçka, do të thënë që thjesht t'i ruanin, t'i kursenin këto parat për djalin, do t'i vendosnin një bank kursimi për to. Për më tepër, nëse dikush do t'ja kishte bërë dhurat djalit një qen, do ta refuzonin ose do ta falnin. Por mënyra dramatike në të cilën djali e mori qenin, pra mënyra se si ai fitoi në konkursin në mbar qytetin, tregimet dhe fotot në gazet, krenaria e arritjeve dhe gëzimive djalit, të gjitha u kombinuan për ta sjellë një ndryshim të zemrës të prindrit. Dhe ata e gjetën veten duke bërë atë që nuk e kishin menduar kurrë, e lejuan ta mbante qenin. Sa e mrekullueshme, pra është ai momenti kur ti thjesht je kthyer. E ke marrë kthesën me makinë, e kthyer. Je në rrugën tënde. Të gjitha këto më shpjegoi gjyshja dhe përfundoi duke thënë se ishte një lloj qeni i veçantë, të cilin djali e donte përzemërsisht. Ishte një Koli. Koli nuk e di se çfarë qeni është, po më do ta kërkoj pas kësaj. Nuk e kam laptopin këtu tani. Rasti 4. Janë 8 raste dhe unë do të lexoj sot vetëm 2. Do të kalojmë te rasti 4. Unë mendoj që këto lloj rastesh kaq pozitive, me kaq shumë energji, sa edhe mua më dha një ndjesi shumë të mirë. Mendoj që vërtet japin një energji kaq të mirë, edhe të dëgjosh për gjërat e tilla në fund të ditës tënde. Dita jote mund të ketë shkuar, nuk e di, në mënyrë më të çuditshme të mundshme gjatë ditës. Për momentin që ti je shtrirë gati për të fjetur, edhe thua, ok, po i jap play edhe një herë videos Mikenës, thjesht ta dëgjoj çka ka thënë kësaj radhe. Dhe ti e dëgjon pak minuta para gjumit, dhe ti merr këtë lloj energjie. Dhe ti fillon të gjitha dhe thua për një moment, po sikur ta provoj edhe unë. Po sikur ta provoj edhe unë që thjesht të imagjinoj me mrekulli të gjitha përfundimin me mrekulli, pra të gjitha ëndrave, dëshirave të mia. Çfarë vallë do ndodhte? Ta them unë çfarë vallë do ndodhte. Në radhë të parë do të ndalte makina. Ti je një makinë që je duke ecur nga pika A, që tashmë ka mbetur në të shkuarën, je në pikën B, që është koha e tashme, dhe je duke shkuar në pikën C, që është e ardhmja. Ti thjesht ndalon dhe thjesht thua, nga ky C që unë po shkoj, dua të shkoj në C1, sepse atje është një ardhme më e mirë. Dhe të thjesht të ndalosh është gjysma punës. Të ndalosh mendimet e tua që janë negative, të ndyra, të lodhura, çdo gjë tjetër. Dhe thjesht thua prit, ndal. Dua të filloj që të shoh në mënyrë tjetër. Që momentin kur ti bën kthesën e parë të timonit, që nga ai moment jeta jote ka filluar të ndryshojë, pak fare, por ka filluar të ndryshojë, dhe ky është një lajm i mirë. Rasti 4. Kjo është treguar nga Tezja në tregim për tërë auditorin në përfundim të një prej leksioneve të mia. Interesant. Gjatë periudhës së pyetjeve pas leksionit tim mbi ligjin e supozimit, një zonjë që kishte marrë pjesë në shumë leksione dhe kishte pasur konsultime personale me mua, në disa raste, u ngrit dhe kërkoi leje të tregonte një tregim që ilustron se si e kishte përdorur ajo me sukses ligjin e supozimit. Ajo tha se pasi u kthye në shtëpi nga ligjërata një javë më parë, e kishte gjetur mbesën e saj të pikëlluar dhe tmerrsisht të mërzitur. Burri i mbesës, i cili ishte oficer në forcën ajrore të ushtrisë në stacion në Atlantic City, sapo ishte urdhëruar së bashku me pjesën tjetër të njësisë së tij të kryenin detyrën aktive në Evropë. Ajo me lot i tha hallës së saj se arsyeja për të cilën ishte e mërzitur ishte se ajo kishte shpresuar që burri i saj të caktohej në Florida si instruktor.
Ata të dy donin Floridan dhe ishin të ngazëlluar që të vendoseshin atje dhe të mos ndaheshin më. Me ta dëgjuar këtë tregim, Tezja ose Halla, në këtë rast e ka thënë njëherë Hallës, njëherë Tezjes. Tezja tha se kishte vetëm një gjë për të bërë, edhe ajo ishte zbatimi menjëhershëm i ligjit të supozimit. Le ta aktualizojmë atë, tha ajo. Nëse do të ishit në Florida, çfarë do të bënit? Do ta ndjenit erën e ngrohtë? Do ta nuhasnit ajrin e kripur? Do t'i ndjenit gishtat e këmbëve të fundosur në rër? E po le t'i bëjmë të gjitha këto tani. Ata i hoqën këpucët e duke i fikur dritat në imagjinatën e tyre, u ndjen vërtet në Florida, duke ndjer erën e ngrohtë e duke nuhatur ajrin e detit, duke i futur gishtat e këmbëve në rër. 48 orë më vonë, burri i saj mori një ndryshim të urdhrit. Udhëzimet e tij të reja ishin të raportonte menjëherë në Florida si instruktor i forcave ajrore. 5 ditë më vonë, gruaja e tij ishte në një tren për të bashkuar me të. Ndërsa Tezja, për ta ndihmuar mbesën e saj, për të arritur merakun e saj, e bashkuar me mbesën për të supozuar gjendjen e nevojshme të ndërgjegjes, nuk shkoi në Florida. Ky nuk ishte meraku i saj. Nga ana tjetër, kjo ishte dëshira e fortë e mbesës. Më pëlqen shumë kur kemi njerëz të tillë që mundet të afrohen me ty në lutje, të bashkohen ose të t'japin zgjidhjen, të t'japin atë çelësin që ndonjëherë zemra jote e kërkon me kaq shumë ngulm dhe thjesht nuk di se ku ta gjesh. Mund të jetë një njeri krejt random, krejt i rastësishëm, mund të jetë Tezja, mund të jetë Halla, mund të jetë Migena me këtë video që t'jep vërtet çelësin për të arritur atje ku ti dëshiron. Besoj vërtet që këto mesazhe, këto raste ju kanë ndikuar në mënyrë sa më pozitive në gjendjen tuaj, edhe do të shihemi në një video tjetër me raste kaq shumë të bukura sa edhe këto. Jam e sigurt për këtë. Edhe do të jenë po kaq frymëzuese. Shihemi sërish, natën e mirë.